Megjithëse rreshjet intensive të shiut dhe prurjet e larta në kaskadën e Drinit kanë ngritur shqetësime ditët e fundit, situata në qarkun e Shkodrës nuk paraqet problematika të mëdha nga vërshimi i ujrave. Sipas të dhënave nga strukturat vendore, deri më tani nuk raportohet asnjë banese përmbytur, ndërsa dëmet janë kryesisht në tokat bujqësore. Në zonën e Obotit raportohen për qindra hektar tokë të përmbytur, por pa prani uji në banesa. Në rrugët kryesore të kësaj zone evidentohet prani uji në nivelin 30-40 cm, çka lejon qarkullimin vetëm me mjetet e larta. Forcat e ushtrisë janë angazhuar për të ndihmuar banorët dhe për të garantuar lëvizje në këtë segment rrugor. Ndërkohë, për shkak të rrëshqitjes së rrugës, vijon të mbetet të bllokuar aksi nga Prekali në drejtim të Dugajgjinit, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe lëvizjen e banorëve të zonës. Në njësinë administrative Bushat në bashkinë Vau i Deës, konkretisht në fshatrat Mali i Ushit dhe Hoten, raportohen se rreth 15 familje kanë mbetur të bllokuara për shkak të pranisë së ujit. Strukturat e emergjencës civile kanë ndërhyrë për të ardhur në ndihmë banorëve dhe për të monitoruar situatën. Sipas shtabit të emergjencave në bashkinë Malësi e Madhe, situata paraqitet e qetë dhe pa problematika të theksuara. Në fshatin Kamic, Porroi That është tërhequr nga rruga, duke mundsuar rikthimin e qarkullimit normal të automjeteve. Në bashkinë Puk dhe Fusharrës raportohen vetëm për probleme të vogla në rrugë, kryesisht prani të gurve, si pasojë e rreshjeve të shiut dhe erës së fortë, pa pasoja serioze për qarkullimin. Sa i përket hidrocentraleve mbi lumin Drin, prurjet vijojnë të jenë të larta, nga heci i Firzës aktualisht nuk po kryen shkarkime, ndërsa nga Koman po shkarkohet me një prurje prej 1200 metra kub në sekond dhe nga Vau i Deës me 1600 metra kub në sekond. Situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga autoritetet, ndërsa strukturat përkatëse mbeten në gatishmëri për çdo përkeqësim të mundshëm.